Megjithatë, Bashkimi Evropian nuk kam plan B, përveç B-s nuk kam plan B, thot ai, se për të tjerat kam dhe planin C, thot, e tha dje. Por nëse do t'ishin Amerikanët kaq të investuar dhe jo B-ja, mendon që do të ishte në këtë qëndrim, apo nuk ka rëndësi? Sepse me B-n, madje njerëz pranë ti filluan të thoshin dhe që Gjermania është vend i korruptuar. Gjermania se ka frikë Gjermanin, po se ka frikë, punë e madhe, ja edhe me Gjermanin, ja tham edhe ambasadorit të BE-s ja kthym dhe Gonzato, se po pastaj, pra se flitet kështu, dikush pranë ti në për studio i ka thënë këto publikisht. Ja rrezikohet dhe integrimi, ja u ndërprer dhe integrimi. Po jo, ju intereson atyre integrimi, se ata na duan brenda, se ne këtu jemi, ata po të duan të na marrin, të na kenë brenda, po se ne këtu dhe mund të kemi një situatë që flirtojmë me dikë tjetër. Mendon që janë këto, qëndrojnë këto, apo janë thjesht tymuse? Jo, qëndrojnë që përçarja e BE-s, që mos dalja e mos qëndrimi konsekuent dhe kushtet dhe vendosja e kushteve shumë të forta siç ishin kushtet e famshme gjatë administratës Merkel, kjo dihet. X8 pika, hajde 3 pika, edhe një next pikash, po. Ndim që Europa sot është nga zgjedhjet e brendshme ka problemet e saj dhe është dhe Rama ka qenë një lojtar të themi që ka përdorur interesat e vendit për të bërë diplomacinë për më shumë në intereset ti se sa interesit publik, si me Italinë, Francën, po edhe me Anglinë, me Britaninë që ka bërë i dhe prit. Dhe sigurisht që ka marjë manovre më të lartë, do thosha. Por, roli Gjermanisë së fundi ka shumë të dhëna, ka shumë fakte, edhe sot, po ta shikosh, ai antari Bundestagut është, nuk është në një namizi reporter për Shqipërinë. Por, ka pati një simbolik, vizitoj Berishën, që rallë, zyrtar aktual, se ish ka, dhe deputet bashkosi, e takoj dhe vuri theksin të drejtësia dhe të Karta e Kopenhagen. Karta e Kopenhagenit së pari ka zgjedhjet. Pra ne mbështesim përgëzojmë PD-n që i ri Kartës së Kopenhagenit. Dhe drejtësia, për ne tha drejtësia, disa çështje së fundi janë problematike. Atëherë së fundi është Belinda Balluku. Pra kemi roli ministri i jashtëm, ai kishte ardhur me ministrin e jashtëm në nëndor. Dhe theksoi, unë kam ardhur me ministrin e jashtëm në nëndor, kemi taku Spakun. Pra ministri i jashtëm i cili nuk ka taku Ramën. E kuptoj. Pra Gjermania ka marrë një rol kryesor dhe ka marrë një nxitje, prandaj dhe ai reagimi që ju thatë që në studio të caktuara Gjermania del vend i korruptuar, shumë i korruptuar. Dhe mungesa dhe bllokimi i integrimit nuk besoj se kalon lehtë. Dhe nuk besoj se Amerika se SBA dhe BE do kenë qëndrim të ndryshëm për Shqipërinë. Nuk kam plan B për BE-n. Mendon që mund të ketë një moment që thotë unë për BE-n nuk kam çfarë të bëj më? Jo. Në planën në rrafshin që po